Donald Trump ka paralajmëruar se SBA mund të ndërmarrë veprime të forta ushtarake kundër Iranit nëse anijet amerikane sulmohen në ngushticën e Hormuzit, një zonë kyçe për transportin global të energjisë. Në një intervistë, ai theksoi se SBA ka kapacitete të avancuara ushtarake dhe prani globale të gatshme për t'u përdorur në çdo moment sipas nevojës. Këto deklarata vijnë në një klim tensioni në rritje në lindjen e mesme, pas raportimeve për sulme me raketa e dron të lidhura me Iranin, që ka ndikuar edhe në sigurinë e trafikut ajror dhe detar. Sipas komandës qendrore të SBA-s, CENTCOM, forcat amerikane kanë ndërhyrë për të neutralizuar kërcënime të menjëhershme. Admirali Brad Cooper deklaroi se janë shkatruar mjetet detare iraniane dhe janë kapur raketa e dron të lëshuar nga Teherani. Ndërkohë, tensionet janë reflektuar edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku janë raportuar sulme me raketa e dron ndaj objekteve energjetike, përfshirë një kompleks nafte në Fujairah. Autoritetet njoftuan se shumica e raketave u neutralizuar nga sistemet e mbrojtjes ajrore, ndërsa situata më pas u vënë në kontroll.